Ke një projekt ëndrash në mendje që do doje shumë ta realizoj një ditë? Një nga projektet e ëndrave që vërtet kam shumë kohë që e mendoj është një qytet për moshën e tretë. Dua të krijoj një koncept të ri, jo ideja e zilit, sepse është pak e frikshme le të themi për moshën e tretë, por një qytet kur këto persona të shkojnë me qef, të argëtohen, mos të shkojnë atje për të jetuar, të shkojnë atje për të argëtuar, të shkojnë për të qëndruar 8 orë, 4 orë, 12 orë, një natë, një javë, sa të kena ato dëshirë, aty brenda duhet të ketë shumë aktivitete për ato, duhet të ketë parqe, duhet të ketë patjetër dhe spitale, duhet të ketë qendra argëtimi, duhet të ketë kinema, duhet të ketë aktivitete të ndryshme që ato takojnë njëri tjetrin, ndajnë eksperiencat e tyre, dhe kjo do bëhet për personat që nuk i kanë fëmijët e tyre afër, që i kanë kryesisht jashtë shtetit apo edhe nuk kanë fëmijë. Do më pëlqente shumë që ta materializoj pikërisht ti, sepse jam e bindur që tani ti ke dhënë një ide që shumë njerëz mund të fillojnë ta mendojnë dhe do doja shumë që këtë ta bëje ti që e the dhe e manifestove. Por patjetër që unë dua bashkëpunëtor për këtë dhe jam e hapur ndaj çdo lloj bashkëpunimi apo investitori që dëshiron ta bëj këtë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.